hadithi që përmend se pas hilafetit do të vinë mbretër të padrejtë. Duke ditë hadithin deri në fund, në cilën kohë llogaritemi tani? Në cilën kohë llogaritemi tani? Se që disa vende ushiruan si Afganistani dhe Siria, çka pritet parafisisht në kohën më tutje. Vlla i mirë, Afganistani dhe Siria janë çliruar nga pushtimi i huaj, do thënë nga pushtimi i huaj, siç ka qenë Afganistani, dhe nga zullumçarët alevi, siç ka qenë Siria. Elus Allah subhanahu taala që aty në muslimanëve t'ju jep çdo të mirë, dhe t'i ruaj nga çdo e keqe, dhe t'i ruaj vendet e tyre dhe t'u mundsoj që të praktikojnë shariatin e Allahut subhanahu taala në to. Ta praktikojnë shariatin e Allahut që janë të obliguar nga Allahu subhanahu taala pushtetarët të punojnë, dhe jo vetëm pushtetarët, por të gjithë ne të punojmë me shariatin e Allahut subhanahu taala atë sa kemi mundësi, Nuk është kjo obligim i vetëm i pushtetarëve, po i obligim i të gjithë muslimanëve. Mbretëria, do thotë mulken adudhen, do thotë mbretëri që kapën fort për mbretërinë e tyre, do të ketë një periudhë e tillë që do të jetë në jetën e muslimanëve, kur do të ketë pushtetarë që do të mbahen shumë për fronin e tyre. Mirë po, pastaj gjithsesi do të vijë koha kur muslimanët prapë do të kthehen në një shtet të vetëm dhe një vend të vetëm. Mirë po, ti çka është më rëndësi ti si musliman që je në çfarëdo periudhë kohore qoftë ajo, është që ti ta praktikosh fen Allah subhanahu taala atë sa ke mundësi kudo që jesh. Dhe të bësh ibadet Allah subhanahu taala atë sa ke mundësi, dhe mundësit janë të shumta, alhamdulillah. Allahu i drejtoft të gjithë udhëheqësit musliman në praktikimin e shariatit të Allahut subhanahu taala dhe mbajtjen e fesë Allah subhanahu taala fort.